Trajneri i ekipit Vllaznia Elit në Milano, Miljan Domi, që vjen nga Shijako, sipas informacionit. Po. Por jetoni në Milano dhe një pjesë e kësaj skuadre. I kënaqur për këtë miqësore sotme? Jam shumë i kënaqur sepse u bëri realizuar një ëndër për mua që të vi të luaj me këtë stadium, të jem trajner një skuadre i re që sa u përfumuar dhe faleminderit Bernard Gjeka që e boni të mundshëm të realizoj këtë ëndër, të luajmë këtu bashkë gjithë dhe inshallah në të ardhmen të kemi pak bashkëpunim bashkë me një tjetrin. Si u duk skuadra përballë një Vllaznie potente? Atëherë më duk shumë mirë, me të thënë drejtën, s'besoj që të luashim kaq shumë mirë dhe mbashim rezultatin deri në farë minute, deri në 35 kena ecë mirë. Pastaj normalisht ato janë të përgatitur, janë në skuadra shumë e fortë dhe prandaj shkoj mirë, unë jam shumë i gëzuar me të thënë drejtën. Keni bërë mirë në kampionatin amator në Itali me futbollin 99, tashmë është një objektiv tjetër për të kaluar me standardin e futbollit të madh. Tani bëjmë skuadrë 11 vjeçe dhe luajmë kampionat regjistruar me kategorinë e parë atje dhe shumë nga këto futbollistët që kemi në skuadër normalisht janë akoma nuk njihen mirë me njëri tjetrin, po avash do bëjmë një ekip shumë të mirë. Si janë marrëdhëniet me presidentin Bernard Gjeka, i cili duket se është një pasionant, por edhe ja, është shumë i pasionuar me futbollin dhe kemi hyrë kësaj shumë seriozisht me lojtarë të mirë dhe duhet të ecë sa më shumë përpara. Suksese. Faleminderit.